Shëndeti mendor i burrave është një temë shumë e rëndësishme dhe shpesh e lënë në hije. Ai ka disa veçanti sepse ndikohet jo vetëm nga faktorët biologjik dhe psikologjik, por edhe nga normat shoqërore që u imponohen burrave. Ndiqni programin Shpresë për ty për të mësuar më shumë për simptomat, shkaqet dhe disa hapa drejt shërimit. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Unë jam Marta Dhe unë jam Dena. Përshëndetje të gjithave dhe faleminderit që jeni duke na ndjekur. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, do të flasim për shëndetin mendor të burrave. Ne themi shpesh që programi ynë është një program i krijuar nga gratë për gratë, por të gjitha kemi bashkëshort, vëllezër, baballar, të cilët janë një pjesë shumë e rëndësishme e jetës sonë. Kështu ne menduam që ky program të jetë për burrat, por ai duhet të tërheqë edhe vëmendjen tuaj, mikesha tona të dashura, për të kuptuar më mirë meshkujt e rëndësishëm në jetën tuaj. Shëndeti mendor i burrave është një pikë që meriton thellim, sepse stigmatizimi dhe heshtja janë ndoshta shkaku më i madh pse ai shpesh mbetet i neglizhuar. Shumë kultura, përfshirë edhe tonën, i mësojnë djemtë që nga fëmijëria të jenë të fortë, të mos tregojnë frikë apo trishtim. Fraza si djemt nuk qajnë, apo mos u bëj dobët, ose bëhu burr, u thuhen dhe u përsëriten shpesh. Këto mesazhe krijojnë një model mendimi ku ndjenjat e dhimbshme konsiderohen shenjë dobësie. Si rezultat, burrat rriten me frikën se mos gjykohen apo keq kuptohen nëse tregojnë vështirësitë emocionale. Ky stigmatizim nuk është vetëm nga shoqëria, por shpesh edhe nga vetë burrat ndaj vetes së tyre. Pra, një lloj stigme e brendshme që i pengon të pranojnë se ka nevojë për ndihmë. Për shkak të këtij presioni, shumë burra zgjedhin të heshtin. Ata mund të vuajnë nga ankthi, depresioni apo lodhja emocionale, por nuk i shprehin. Heshtja shpesh maskohet me sjellje të tjera, nervozizëm, tërheqje nga familja, konsumi i alkoolit apo fokusimi i tepruar në punë. Pasojat e heshtjes janë të rënda, problemet grumbullohen, komunikimi me gruan apo fëmijët dëmtohet dhe ndonjëherë çojnë deri në kriza të rënda. Prandaj, për të thyer barrierat, gjëja e parë është të flitet hapur. Nëse burrat e dëgjojnë më shpesh se është normale të kërkosh ndihmë, ata do ta shohin si diçka të pranueshme. Mënyrat të tjera janë përmes shembujve pozitiv. Kur burrat e njohur publikisht flasin për shëndetin e tyre mendor, ata japin model për të tjerët, duke ndryshuar gjuhën. Pra, në vend të frazave që përforcojnë stigmat si mos qaj, mund të përdoren fjalë që inkurajojnë si është mirë të ndash çfarë ndjen. Dhe një mënyrë tjetër për të thyer barrierat për kujdesin ndaj shëndetit mendor të burrave janë mbështetja e partneres dhe familjes. Një burr që ndihet i dëgjuar e ka më të lehtë të flasë. Në thelb, stigmatizimi dhe heshtja janë si një mur i padukshëm që nuk e shohin menjëherë, por e pengon një burr të kalojë në hapin e parë drejt shërimit. Vetëm duke folur hapur, ky mur mund të shembet. Disa nga problemet më të shpeshta psikologjike tek burrat janë: së pari, depresioni fshehur. Tek burrat depresioni nuk shfaqet gjithmonë me lot ose trishtim të dukshëm. Shpesh ai shfaqet si nervozizëm i shpesht, humbje durimi, tendencë për të izoluar, fokusimi tepër tek puna apo aktivitetet fizike, ose përdorimi i alkoolit si qetësues. Për shkak se nuk identifikohet si depresion klasik, shumë burra mbeten pa ndihmë profesionale. E dyta, ankthi dhe stresi kronik. Presioni për të qenë mbajtësi i familjes, për të qenë gjithmonë i fortë dhe i suksesshëm, krijon nivele të larta stresi. Ankthi shpesh manifestohet me pagjumësi, lodhje të vazhdueshme, dhimbje koke, tension muskujsh apo edhe probleme me zemrën dhe tretjen. Burrat shpesh e shohin ankthin si dobësi dhe tentojnë ta shtypin, duke e bërë atë më të fortë me kalimin e kohës. Problemi i tretë janë varësitë. Shumë burra përpiqen të mbytin problemet emocionale me alkool, duhan, drogë ose bigjoz. Në fillim këto duket sikur sjellin lehtësim, por në fakt e thellojnë boshllokun emocional dhe rrisin ndjenjën e fajit e të vetmisë. Varësitë janë shpesh një formë e heshtur e depresionit ose ankthit të patrajtuar. E katërta, probleme me vetvlerësimin dhe identitetin.
Shumë burra e matin vlerën e tyre përmes arritjeve profesionale, fuqisë financiare ose rolit të tyre si mbrojtës. Kur këto shtylla lëkunden, humbje pune, vështirësi financiare, ndarje, shfaqet kriza e identitetit dhe ndjenja e dështimit. Kjo i bën të ndihen të pavlerë dhe i çon drejt vetizolimit ose sjelljeve të rrezikshme. Problemet e komunikimit emocional. Shumë burra kanë vështirësi të shprehin qartë emocionet e tyre. Ata mund të thonë jam mirë, edhe kur brenda janë të thyer. Kjo vështirësi ndikon drejt për drejt në marrëdhëniet në çift dhe me fëmijët, duke krijuar distancë dhe keqkuptime. Pasojat e problemeve të shëndetit mendor të patrajtuar tek burrat janë të gjera dhe prekin jo vetëm individin, por edhe familjen, marrëdhëniet dhe shoqërinë. E para, pasojat personale. Këto mund të jenë pasoja në shëndetin fizik. Ankthi dhe depresioni lidhen me lodhje kronike, probleme me gjumin, dhimbje koke, ulçer dhe madje edhe me sëmundje të zemrës. Trupi flet për atë që mendja hesht. Vetvlerësimi. Burrat shpesh ndjen të pavlerë, sidomos kur nuk arrin pritshmëritë që shoqëria ka për ta. Kjo çon në vetë kritik të ashpër dhe humbje të besimit tek vetja. Një pasojë tjetër në shëndetin fizik është rreziku i vetvrasjes. Statistikat tregojnë se burrat kanë përqindje më të lartë se gratë për vetvrasje. Arsyeja kryesore është heshtja dhe mungesa e kërkimit të ndihmës. Shëndeti mendor i burrave ka pasoja në marrëdhëniet familjare. Disa prej tyre janë distanca emocionale. Kur burri nuk arrin të shpreh ndjenjat, partnerja dhe fëmijët mund ta ndjejnë të largët, edhe pse fizikisht ai është aty. Komunikimi i vështirë, nervozizmi, tërheqja ose shpërthimet e papritura krijojnë tension dhe shpesh konflikte në familje. Modeli tek fëmijët. Djemt mësojnë të përsërisin të njëjtat modele heshtjeje, ndërsa vajzat shpesh rriten duke besuar se burrat janë të ftohtë dhe të paarritshëm emocionalisht. Pasojat e shëndetit mendor të patrajtuar tek burrat shihen edhe në punë dhe karrierë. Disa prej tyre janë rënje produktiviteti, stresi dhe depresioni e bëjnë më të vështirë përqendrimin, vendimarrjen dhe motivimin. Mungesë stabiliteti, shpërthimet e nervave, tërheqja ose vonesat e shpeshta mund të dëmtojnë reputacionin profesional. Presioni i heshtur, shumë burra e mbajnë veten me zor në punë, duke mos treguar asgjë derisa arrin në një pikë thyerjeje. Pasojat të tjera janë edhe pasojat shoqërore. Disa prej tyre janë izolimi. Burrat që përjetojnë probleme mendore shpesh tërhiqen nga miqtë dhe komuniteti, duke u mbyllur në vetvete. Varësitë, përpjekjet për të mbuluar dhimbjen emocionale me alkool, drogë apo bigjoz, krijojnë probleme të tjera shëndetësore dhe ekonomike. Cikli i heshtjes. Sa më shumë që burrat të heshtin, aq më shumë forcohet stigmatizimi në shoqëri, duke e bërë edhe më të vështirë thyerjen e këtij muri. Pra, mund të themi se pasojat e shëndetit mendor të patrajtuar tek burrat nuk janë thjesht probleme individuale. Ato krijojnë një efekt zinxhir që prek çdo aspekt të jetës, trupin, mendjen, marrëdhëniet, punën dhe shoqërinë. Shëndeti mendor i burrave padyshim që mund të përmirësohet, por kërkon hapa konkret dhe mbështetje të vazhdueshme. Ja disa hapa që ne duam t'i ndaj me ju. Hapi i parë është thyerja e heshtjes. Pranimi se burrat kanë të drejtë të përjetojnë dhimbje emocionale dhe se nuk është dobësi të flasësh për të, është një hap shumë i rëndësishëm. Normalizimi i bisedave për shëndetin mendor është kyç. Sa më shumë të flitet, aq më pak ndihet stigma. Një bisedë e thjeshtë me partneren, një mik të besuar ose një profesionist mund të jetë piknisja e shërimit. Hapi i dytë është ndihma profesionale. Psikologu ose këshilltari nuk janë për njerëzit e dobët, por për ata që duan të gjejnë rrugë të shëndetshme për të përballuar vështirësitë. Terapia ndihmon në menaxhimin e ankthit dhe depresionit, përpunimin e traumave dhe ndërtimin e aftësive për komunikim emocional. Mjekimi, kur është i nevojshëm, është një mjet i vlefshëm që mund të kombinohet me terapi psikologjike. Hapi i tretë është mbështetja familjare dhe sociale. Partnerja, familja dhe miqt kanë një rol shumë të madh. Një fjalë e thjeshtë si jam këtu për ty mund të ulë peshën e madhe që një burr mban brenda. Grupet e mbështetjes për burrat janë një mënyrë tjetër për të ndarë përvoja dhe për të kuptuar se ata nuk janë vetëm. Hapi i katërt është kujdesi praktik i përditshëm. Aktiviteti fizik ndihmon jo vetëm trupin, por edhe mendjen duke ulur stresin. Gjumi i rregullt, sepse pa gjumë cilësor, gjendja emocionale përkeqësohet. Ushqyerja e shëndetshme,
ndikon drejt për drejt në nivelin e energjisë dhe gjendjen shpirtërore, shmangja e alkoolit dhe e varësive, sepse këto vetëm e maskojnë problemin dhe nuk e zgjidhin. Dhe hapi i 5 është ndërtimi i identitetit. Burrat duhet të kuptojnë se vlera e tyre nuk matet vetëm nga suksesi profesional apo fuqia financiare. Vlera e tyre qëndron tek aftësia për të dashur, për të qenë prezent për fëmijët, për të qenë të ndjeshëm dhe të dhemshur. Ky ripërkufizimi i identitetit është një nga rrugët më të shëndetshme drejt stabilitetit emocional. Jemi rikthyer në studio me kesha të dashura dhe miq të dashur në programin Shpresë për ty. Jemi duke folur sot për shëndetin mendor të burrave dhe kemi ndarë me ju se si t'i shpëtojmë stigmatizimit dhe heshtjes për këtë problem që ka pasoja për familjen, komunitetin dhe shoqërinë në tërësi. Tani do të ndaj me ju disa gjëra shumë inkurajuese nga fjala e Perëndisë që besojmë se do të ndikojnë shumë në rrugën tuaj drejt shërimit fizik, emocional dhe frymëror. Një kërkim i shpejt në Google do t'ju tregoj se Bibla nuk flet drejt për temën e shëndetit mendor, në kuptimin që fjala shëndet mendor nuk shfaqet në shkrim. Megjithatë, Bibla flet shumë për zemrën, për ripërtëritjen e mendjes, për thyerjen shpirtërore dhe për gjendjen e shpirtit. Dhe të gjitha këto ndikojnë në mirëqenien tonë mendore. Në thelb, shëndeti mendor në shkrim është shumë më tepër se sa mendja. Ai përfshin zemrën, mendjen dhe shpirtin tonë. Kështu le të shqyrtojmë disa gjëra që do të na ndihmojnë të kuptojmë çfarë thot Perëndia për shëndetin mendor. E para, Jezusi mund ta kthejë dhimbjen tënde në lavdi, për të dhe për ty. Për të kuptuar shëndetin mendor, ne duhet të kthehemi në fillim për të kuptuar gjendjen njerëzore. Në Zanafillën 3, ne shohim se si mëkati hyri në botë, gjë që solli një etje të krijimit për restaurim. Kur mëkati hyri në botë, pati pasoja fizike mbi trupin dhe shpirtin. Ashtu si shëndeti ynë fizik nuk është i garantuar, po ashtu edhe shëndeti ynë mendor nuk është i garantuar. Mendja, ashtu si trupi, mund të sëmuret. Charles Spurgeon ka thënë, mendja mund të zbresë shumë më poshtë se trupi, sepse në të ka humnera pafund. Mishi mund të durojë vetëm një numër të caktuar plagësh e jo më shumë, por shpirti mund të rrjedh gjak në 10.000 mënyra. Shumë prej nesh, të krishterë apo jo, e kemi gjetur veten atë humner të mendjes që përmend Spurgeon. Të gjithëve në një pikë të jetës na është dukur sikur kemi qenë duke u mbytur në një det dëshpërimi, dhe në ato momente duhet i kujtojmë vete se sëmundja mendore është pasojë e rënies. Dhimbja juaj nuk është domosdoshmërisht faji juaj. Kujtoni dialogun mes Jezusit dhe dishepujve të tij tek Gjoni 9 vargjet 1 deri në 3. Kur po kalonte, pa një njeri që ishte i verbër që nga lindja, dhe dishepujt e tij e pyetën duke thënë: "Mësues, kush ka mëkatuar, ai apo prindrit e tij, që ai ka lindur i verbër?" Jezusi u përgjigj: "As ai, as prindrit e tij s'kan mëkatuar, por kjo ndodhi që tek ai të dëftohen veprat e Perëndisë." Këtu, Jezusi na hap syt për të parë diçka të rëndësishme. Perëndia e lejoi këtë njerëz të verbër të vuante, jo si ndëshkim për ndonjë mëkat, por që veprat e tij të shfaqeshin. Mundimi i këtij njeriu, i cili i solli vite të tëra vështirësish dhe turpi, në fund çoi në shfaqjen e fuqisë së Jezusit dhe në shpëtimin e shpirtit të tij. Shërimin e përjetshëm të shpirtit ishte për të mirën e tij. Ai lindi i verbër, por tani do të shoh lavdin për jetë. Po kështu, kur ne vuajmë nën peshën e sëmundjes mendore, kujtojmë se apostulli Paul ju lut Perëndisë në 2 Korintasve kapitulli 12 për të larguar gjembin nga mishi i tij, por Perëndia e mësoi, fushia ime bëhet e përsosur në dobësi. Gjëja e dytë që duhet të kujtojmë kur vëm paralelisht shëndetin mendor dhe Biblën, është se ne do të përballemi me vështirësi e vuajtje, por Perëndia na shëron dhe kujdeset për ne. Shkrimi është i qartë kur thotë se mëkati e përhap errësirën, që do të thotë se ai mund ta rëndojë sëmundjen mendore. Në orët tona më të errta, ne duhet i mbajmë syt e Krishti, drita, sepse drita e mund errësirën. Shkrimi gjithashtu na tregon se në ato momente të errta, Perëndia nuk na braktis. Ai na sheh, ai është me ne, duke vepruar në dhe përmes jetës sonë, duke na ndihmuar në betejat tona. Këtë e shohim përgjatë gjithë Biblës. Një mënyrë tjetër se si Bibla flet për shëndetin mendor është përmes historive të njerëzve.
Heronjtë e Biblës përballen me momente të vështira që lidhen drejt për drejt me shëndetin e tyre mendor. Ne shohim momente kur shëndeti i tyre mendor tronditet, ndërsa ata luftojnë me lodhjen ose dëshpërimin. Psalmet janë plot me thirrje zemrash të thyera dhe shpirtrash të plagosur drejtuar Perëndis, por gjithmonë ne shohim Perëndin që i restauron, i inkurajon dhe i ripërtërin zemrat dhe mendjet e popullit të tij. Në Bibël, ne lexojmë për Elian, shëndeti mendor i të cilit u trondit gjatë konfliktit të tij me mbretëreshën Jezebel. Elia kishte qenë relativisht i izoluar për 3 vjet para konfliktit me mbretëreshën. Tek e para e mbretërve kapitulli 19, ne e shohim Elian që largohet në shkretë të tir dhe dëshironte të vdiste, por historia nuk mbaron aty. Në shkretë të tir, Perëndia e takoi dhe u kujdes për të, duke plotësuar nevojat e tij. Ai e ushqeu, i dha pushim, pastaj e inkurajoi duke e dërguar me një mision. Këtu kemi një tablo të fuqishme të Perëndis që jep forcën që është e nevojshme dhe e domosdoshme për të vazhduar rrugën drejt tij dhe për të gjetur shërim. Dhe në gjithçka që kaloni, mesazhi i Biblës është shumë i qartë. Ju nuk jeni vetëm. Perëndia nuk na lë kurrë vetëm në betejat tona. Ne e dim se Perëndia ripërtërin mendjen dhe shpirtin ton. Ai na jep paqe dhe forcë, dhe tek ai ne mund të gjejmë prehje. Ai i kthen të gjitha gjërat për të mirën ton dhe është pranë atyre që vuajnë. Perëndia na ka dhënë njerëz të urtë, të ditur dhe të aftë për të kujdesur për shëndetin ton mendor, për të ecur pranë nesh dhe për të na ndihmuar. Ndërsa sëmundja mendore shpesh fshihet ose stigmatizohet, ne shohim Perëndin që na zbulon përgjatë gjithë shkrimit të vërteta që mund të na inkurajojnë, të na ndihmojnë dhe të na restaurojnë. Dhe kemi mbërritur kështu mikesha të dashura në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Shpresë për ty dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë mjaft të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.